më mirë nuk ka. Me shoshni dhe para, veskanon dhe baba. Mirëdita të nderuar bashkëdhetar, ju përshëndesim nga studia e televizionit Kultura Shqiptare. Jeni këndjekur Albania Culture. Të nderuar bashkëdhetar, jemi në Alaska. Mbas një udhëtimi prej 12 orësh, mbritëm këtu në Anchorage, ku është dhe qyteti më i madh i banuar me amerikanë. Por ne kryesisht kemi ardhur për shqiptar amerikanët, të cilët banojnë në Alaska. Dhe ata nuk janë të pakët. Pavarësisht që nuk i njohim, ata janë të shumtë dhe më tepër të mëdhenj edhe të njohur janë në kualitet. Qofsh ajo ana patriotike, qoftë ana e suksesit të biznesit, apo dhe të tjera anë shoqërore. Këtu ndodhe me disa miqë dhe shok, të cilët po na shoqërojnë këto ditë, ku do të marrim dhe intervistat ndryshme për të njohur më nga afër pjesëza të jetës së këtij qyteti. Pranëm cent nga juve, nën edhe shkoni edhe fitorio në anën tonë, edhe dërë në pja raportit. Ishte moment mjaft. Se njerëzit këshin flasin marë prapit, i ndodhë dikujt një e keqe, ajo del shpërndahet, nuk e të regojnë se sa gjana mrekullueshme ndodhen mes shqiptarëve. Unë kam mesin që ka shku në Maryland, dhe Maryland ku ka shku në spital, ja ka dhënë një përkthyse nga Shqipëria. Po, dhërat nga Zoti. Ajo femën 50 vjeçare, babën e nanën, e pas kanë aty. Kjo me 3 motra është, s'ka në zla, heq. I ka taku familjen, do e ka taku nipin tem, gruan e tij, motrën time, edhe nanën e artës, edhe një vëlla të vogël që ka ardhur si dënor. Ajo me familjen e vet që ka bën për ata, është fenomenale. I kanë fut familjet vet i kanë marrë. Merë në mend që ishim në një hotel, i kanë nxjerrë se hoteli ishte $300 natë për 2 dhoma. I ka marrë nga hoteli, ka qenë në shtëpi vet. I ka lidh me komunitet, ka gjetë shtëpinë ku me jetu, i kanë quaj plaku baba i tyre një profesor nga Tirana. Ai në moshën 75 vjeçare me vetur i dërgon kamunët e këta. Njerëz fenomenal. Po ishte një kohë kur kanë ndihmuar, janë bërë bashkë, në atë kohë për luftë janë bërë bashkë. Po dhe tash, këtë ndodh tash, këta shka bojnë, tash bojnë për familjen e që janë ata në njerëz të mirë gjithmonë, njerëz të mirë nuk është kur u vonë.
captain në aty aeroplan, e tash kam dalë. Dhe se nashë kja, se nashë. Ka gjerde? Po, një është tash se erdhe, që pa për aty orës brita. A do në të imës mrena? Qa po fënda që? Drita, boni ndiza drita. Okej. Vetëm një gjanta të tregoj. Unë momentalisht nuk jam captain në këtë aeroplan. E marrë vesh, okej. Jam në first officer. S'ka problem. Edhe thash nuk atulim në first officer, atulim këto. Ku ta kesh ti më mirë? Ullu aty, vjen aty, pse? Okej. Ka problem? Ja, s'ka problem, as po. Shumë aty. Vetëm më nuk më du me terrejt, ta të vërtetën. Jemi këtu në Anchorage, në qytetin më të madh të Alaskës. Kemi pritur 2 vjet që të bëjmë të mundur të ardhjen në Alaska dhe ja kur erdhi kjo ditë. Jemi në një aeroplan të madh cargo ku shqiptaro-amerikanët punojnë. Shqiptaro-amerikanët në Alaska nuk janë vetëm thjesht ata që rregullojnë çatit e shtëpive, po janë ata që çajnë qiellin me aeroplan të mëdhenj. Janë ata që janë biznesmen tepër të talentuar në peshkim. Janë ata ku marrin pjesë në çdo jetë të qeliz të jetës amerikane. Tani do të marrim një intervistë një shqiptaro-amerikan të ri, i cili çdo ditë ecën me avion në lartësitë e mëdha të Amerikës. Unë quhem Nejati Tifeku, jam nga Shkupi. Në Amerikë kam ardhur në vitin 2001 prej Zvicrës për ta kryer licencën e komerciale dhe multi-engine për në aeroplan. Dhe pasi erdha këtu, më pëlqeu jeta në Amerikë dhe u mundova të vendosem dhe tash jam shtetas amerikan. Punoj në Fairbanks, momentalisht gjindjem në Alaskë dhe jam pilot DC-6, DC-7 dhe DC-9. Dhe fluturojnë me DC-9 e thua që çdo ditë në cargo në për Alaskë. Ju keni qenë lidhur shumë me problemin e Kosovës, përsërimin e Kosovës. Por edhe mas lirimit të saj, është prapë po bëhet një punë shumë e madhe për njohjen e saj. Gjatë luftës në Kosovë, unë kam qenë në Zvicër dhe jemi mundu natyrisht me maksimumin tonë financialisht të ndihmojmë Kosovës, mirë po për njohjen e pavarësisë, unë jam shok shumë i ngushtë me James Berishën dhe ne kemi fluturuar aeroplanin prej Fairbanksit deri në Tiranë edhe në Shkup në realitet për promovimin e kombit tonë. Kemi pas probleme mekanike natyrisht, por ka qenë, pasi që jemi pilota profesional, nuk ka qenë dhe një problemi madhe, jo, dhe kemi kaluar pa kurfar sfidë çdo problem që kemi pasur. Unë mendoj se do të jetë me interes si u arrit ky avion, edhe pse i vogël, si u arrit nga Alaska të përshkruaj oqeanin, gjë që nuk bën më shumë se 300 majlla. Po aeroplani ishte pronë James Berishës, ai e bleti aeroplanin Fairbanks, edhe pasi që unë jam edhe gjithashtu jam me profesion edhe mekanik i aeroplanit, dhe unë me James Berishën e përgatitëm aeroplanin për udhëtimin. Në njëjtën kohë ne instalum do tenka alternat në aeroplan, kështu që autonomia jo ne mundshemi të fluturojmë afër 8 orë fluturim me 172. Kështu që ne keshmi gas avion sa të dush për me bën një udhëtim edhe për të kaluar oqeanin prej Kanadë deri në Grinland, edhe prej Grinlandës deri në Irland, prej Irlandës në Britani. Kështu që nuk ka qenë problem gasi. Por probleme teknike, sepse dhe avioni nuk ishte i ri. Në aeroplani nuk ishte i ri, kemi pas probleme teknike, kështu që për shembull një prej problemi ishte se gjatë të kalimit prej Kanadës në
në Greenland e humbëm një cilindër të aeroplanit edhe u desht patjetër më kthi prapë në Kanadë edhe me reparu aeroplanin, kështu që humbëm afër 5 ditë derisa erdhi cilindri, mandej unë e instalova cilindrin dhe e testuam aeroplanin dhe vazhduam me udhimin, kështu që e kishim edhe një tjetër problem në Shkup, gjatë ngritjes në Shkup, duke te kalu në Kosovë, plani ishte me mu lëshu në Prishtinë, prap e kishim një problem mekanik me aeroplanin, edhe kështu që fluturaka në atë moment u ndal plotësisht se e humbëm presionin e vajit, edhe u lëshum në një livadë në realitet, për fat të mirë gjendet një aeroport i vogël, nuk është i shtruar, nuk është asfalt, po është vetëm një fush e drejtë, u lëshum atje edhe me motorrat fikur. Me motorrat fikur. Tash kush ndryshimi i motorave të fikur të avionit të madh dhe të avionit të vogël, vetëm për të informacion për udhëtarët. Ndryshimi është se çdo aeroplan ka atë indeksin e vet të fluturimit, në rast se humb makinën e humb motorin. Për shembull, aeroplani 172 ka një indeks prej 12, që do të thotë se çdo 1000 kama që i humb lartësi mundesh të fluturojë afër 12 milja. Aeroplanet e mëdha indeksi zbritet, është indeksi më i vogël, kështu që nuk ka shumë radiusi i lëshimit zvoglohet. Por fati është me aeroplanet e mëdha se për shkak se fluturojnë në lartësi shumë të larta, prap nuk kanë shumë problematik për lëshimin e aeroporteve të duhur. Pra, pasagjerë si unë që kanë frikë, udhëtojnë me avion, mos të kenë frikë, sepse avioni është i sigurt. Pasagjerët si ju nuk duhet keni as pak frikë, se une po ju garantoj se ju jeni 100 herë më i sigurt në një fluturim me aeroplan se sa kur e bënin një njëjtin udhëtim me një vetur. Aksidentet me aeroplanat janë minimale, po për shkak se janë mediat janë shumë interesante kur rrezohet një aeroplan apo ka një problem mekanik edhe bëhet shumë ngritje e tepruar, se për siguri më të sigurt se aeroplanit nuk mundesh me gjetë asgjë. Ku jetoni, në çë zonë të Alaskës jetoni? Unë jetoj në Fairbanks të Alaskës, edhe jam babi 5 fëmijëve, i kam 3 fëmijë i kam të lindur në Fairbanks, i kam një shtëpi timen atje në Fairbanks, edhe jetoj në realitet, ban jetë normale, ashtu që ju e bani jetën në Kosovë apo në Tiranë, unë jetoj në Alaskë. Alaska është në vend me të vërtet shumë i egër, është me të vërtet një vend ku klima posaçërisht dimrore është shumë e ulët. Në Fairbanks arritmi temperatura prej -50 gradëve, shka është normale, mirë po kushtet jetësore janë aq shumë të voliqme, kështu që nuk ndihet ajo ekstremitet i madh, nuk ndihet as pak. Për shembull, ti kur del prej shtëpisë, shkon në garazh është vetura është në garazh, ose thuaj që 99% veturave kanë auto start, kështu që vetura nxehet para se ti të shkosh te vetura, kupton? Edhe shkon në punë, temperatura nuk është problem as pak, vishime me tesha si duhet edhe kryhet puna si normal. 40-50 është punë normale pra ne. Në qytetin ku banoni ju, sa ditë ka? Sa orë? Dita dhe nata? Është habi e madhe në Fairbanks se gjatë verës nuk bëhet natë. Edhe për personi cili nuk e ka pa atëherë atë gjë, atë fakt, asnjëherë është pak çudi se për shembull, për shkak që është me fëmijët ke problem se nuk dojnë shkojnë të flejnë, se thonë baba është ditë qysh të shkojnë me vranë në shtrat. Se për shkak se rrotullimi i tokës edhe rrezatimi i diellit, kështu që dielli perëndon edhe rrezon brenda 2 orëve, kështu që non stop është ditë. Ka raste ku në
gjysmë të natës, në ora 12 ose 24, ende është dielli i urrëzuar. Po gjatë dimrit? Gjatë dimrit është dita është zvoglohet, mirë po, për shkak se na kemi borë në tokë non-stop, çdo herë. Edhe reflektimi i yjeve, i aurorës edhe këto gjëra nuk bëhet një natë e plot ashtu si bëhet për shembull në Tiranë ose në Shkup ose në disa vende tjera. Prap ka se ndritshmëri duhur ka. Edhe nuk është sikur një muzikë, si një mërk, nuk është natë e plot. A mund ta shpjegoni pak tani pjesët e avionit? Ç'është kjo? Për pikëspari unë do të kërkoj falje se për fat keq nuk i di të gjitha mjetet në gjuhën shqipe, kërkoj falje edhe një herë, por për fat se nuk kam pas rast ti mësoj këtë gjëra pse unë kam kryer aviacionin në gjuhën frangishte, në Zvicër, kam ardhur këtu, kam kryer në gjuhën amerikane, anglishte, kështu që nuk kam pas mundësi të mësoj. Okej, kjo është jok, me këtë drejtohen mundesh të lakosh në të majt edhe në të djathtë. Varet në cilën mënyrë e lëviz, mandej nëse e tërheq përpara, ose e shtyn, bëhet ngritja e aeroplanit. Nëse e shtyn, aeroplani zbret e poshtë, nëse e ngrej kështu, aeroplani ngritet. Mandej këto janë rudder, nëse e trus në djathtë, aeroplani shkon në djathtë, nëse e trus në majt, shkon në majt. Njëjtën kohë, këto rudder kanë edhe një profesion, një princip tjetër, janë edhe frenet në tokë, për shembull gjatë taksimit, gjatë hecës në tokë, unë nëse i shtypi majat e pedaleve, atëherë aeroplani frenon. Po. Këto janë throttles, kjo është gasi, këto janë flaps. Flaps për të ndalë gjatë lëshimit ose ngritjeve, shfrytëzohet flapsi për me rrit koeficientin e ngritjes. Lift, to increase the lift. Autopiloti, kjo është radiokomunikacioni, këto janë flight director, dritat, për shembull, për lëshim, për taksi, për ground flooding, për me mbush, për me bën ndryshim gjatë ngarkimit, shkarkimit, antikolizicioni, position light. Këto janë instrumentet e principiale. Aeroplani disinanshë është aeroplani vjetër dhe nuk ka shumë automatizim ashtu që kanë për shembull aeroplanet e ri si 737, 747, Airbus 320 etj. Kjo është një aeroplan shumë i thjeshtë, po është shumë efektiv edhe është aeroplan shumë i sigurt. Sa vjet ka që punon ky avion? Ky aeroplan është në instalim prej viteve 60. Ky aeroplan momentalisht është i vitit 68. Mirë, është vit 68, mirë po aeroplanet kanë kontrolla, kanë inspeksione të rregullta çdo 500 orë, çdo 1000 orë, edhe kështu që mirëmbahet shumë lehtë. Për shembull, na do të shkojmë ta shikojmë në aeroplan shumë më të vjetër se ky, i cili ende fluturon. Është aeroplani i gjatë lufteve, mas luftës ditë botërore në realitet. Kargo. Në këtë kargo të madhe, sa makina mund të mbahen apo varet nga sasi? Pesha e këtij aeroplani është afër 35.000 pound. Dhe me thonë 35.000 pound i vjen afër 17 ton kilogram. Dhe me thonë 17 ton me siguri mundesh me fut pa problem 4-5 makina. Ne transportojmë kargo mas shumëti, se Alaska nuk kemi infrastrukturë toksore, nuk ka rrugë të shumë në Alaskë, kështu që në për gjithë këto fshatrat, komunitetet indiane, eskimeze, shkojmë i furnizojmë aeroplan. Kompania jonë i furnizon me kargo, gjithashtu kompania jonë ban furnizimin me mazut, me gas, se
99% e fshatrave elektriciteti, nxemja, uji bëhet me generator, kështu që na i transportojmë çdo herë. Kemi aeroplana shka i thojmë tanker dhe transferojmë gaz, mazut. Një aeroplan DC-6 për shembull mundet me transportu me afër 4600 gallon me një fluturim. Kjo është puna juaj për ditë. Kjo është puna ime për ditë. Këtë punën e baj me këtë kompaniun jam prej vitit 2003. Kam filluar si ndihmës mekaniku, mandej mekanik, mandej flight engineer, mandej first officer, mandej captain në DC-6. Tash jam duke në trening për të dalë captain në DC-9. Momentalisht jam first officer në DC-9, mirë po mendoj se mbenda 6 muajve do të duhem me dalë në captain DC-9. Suksese. Falënderit. Vjetër po e kryen punën shumë me efikasitet. Ka komuniteti shqiptar, por na shumë më i dobë se sa në Anchorage, ja kupton? Kështu që kemi disa pronar, për shembull në njoh disa pronar të pizzeriave ose restoraneve. Ka mirë po nuk është komunitet shumë i vogël në Fairbanks. Pse jam Fairbanks? Sepse puna ka qenë atje ku kam filluar atjere dhe jam stabilizuar atje edhe nuk mendoj bile të shpërngullim diku tjetër momentalisht. Me aeroplan, me DC-9 është për 45 minuta, për shkak se unë e kam biletën falas, kështu që unë mundem çdo mbrëmje të kthehem në shtëpi. Mirë po, unë kam ditë lira, kështu që shtunën dhe dielleve non-stop jam në shtëpi, mandej gjatë javëve, unë i kam afër 14 ditë të lira gjatë muajit, kështu që këto ditë jam në Fairbanks. Po në Fairbanks tashti ka linja ajrore? Po, ka linja ajrore çdo orë, kështu që unë për shkak se jam pilot, jam crew member, unë më lejohet i thojnë është një procedurë shka thuhet jump seat, edhe më lejohet me shkue falas ku du me aeroplan amerikan. Edhe në New York? Edhe në New York, edhe në Hawaii, edhe në Evropë. Unë jam falas se jam crew member, kështu që edhe pse ndoshta nuk kanë ato karrik për mbrapa më ullë, më lejohet, unë kam drejt të ulem edhe në kokpit me pilotët. Wow. Po. Kështu që në jump seat për mua nuk është problem. Problemi vjen kur unë duhet për shembull me shku me familje, atëherë është pak problematike sepse më duhet më shumë se një karrike edhe atëherë është më vështirë. Atëherë, po qytetet e tjera që ka shqiptar këtu, a dini ku ka? Qytetet e tjera ka shqiptar në Bethel. Bethel është komuniteti i madh shqiptar gjithashtu, ka taksista shqiptar që punojnë atje, mase është një bukpjekës i njoftër shqiptar, mekanik shqiptar. Mandej në komunitete tjera ka prej vendeve tjera, për shembull e di se ka në Bero, ka në Maqedonisë, mirë po atë në Maqedon, por shqiptar nuk di në për vendi tjera. Okej, hajde dhe. Walkie-talkie. Kjo është kargo. Kjo është kargo, kjo mbushet me kargo, vetura një pa problem, shiko kjo është dora, dera këtu, dera këtu, kjo hapët për pjetë. Edhe futës dhe sen. Jo, pa është dhe sen, për shemë për shembull, gjatë kohës kur rrin në tokë, në vend se me harxhitën motorin e aeroplanit, i EPU, shfrytëzohet motorin në tokë këto, kështu që është më lirë. Çfarë duhet? Është mirë, për shembull për aeroplani i madh, është mirë çdo herë ti ketë ato dritat në flatra të ndezura, kështu që
sepse një dëm i vogël në aeroplan kushton shumë, vetëm gjatë kujdesit të ketë parasysh. Ja, pra dhe këtu kemi shqiptar-amerikan, shqiptar të cilët punojnë në Everest, kompani avionash, cargo, transporti, që janë shumë të suksesshëm. Avioni i vogël me parullën Kosova e pavarur, ajo ishte edhe motivi. Si u njohe me Jamesin dhe si u bashkangjite e këtij aktiviteti? Jamesi unë njoha ashtu nëpërmjet Niazi Musliut, i cili unë e njefsha atë këto në Anchorage. Niazi Musli e njefte Jamesin në Bethel, edhe kështu që unë njoftuam pilot me pilot edhe unë njoftuam. Po kjo ishte një sakrifis pra në tënde? Edhe Jamesit patjetër. Nuk ishte një sakrifis, mirë po unë edhe sot dhe kësaj dite, në momentin ku e di se është një shqiptar pilot në Alaska, po në Afrika, po ku e di ku, kam qef, kam dëshirë të dëgjohem me ta dhe të qajmë hallet së bashku, sepse komuniteti shqiptar i pilotëve është shumë i dopt për fat keq, kështu që njerëzit nuk më kuptojnë se çka flas kur flasin për aviacionin, mirë po nëse flas me një pilot është shumë lehtë për mua. Është pasion i madh i ke për. Natyrisht aviacioni, fluturimi është sikur një drogë të them, a kupton, kështu që një herë që fluturon është patjetër të duhesh me fluturu çdo herë. Unë çështoj kam njoftu Baceniazi. Kur erdha në Alaskë në prej Kalifornisë, nuk e njefsha kërkan këtu, s'njefsha shqiptar. Edhe shkova me një restorant të hongër buk me një shok, edhe ajo kamarierja po më thot, një aksent shumë të interesant e kinë, të regoni ka jeni, thash jam shqiptarve. A shqiptar jeni ja? Tha po ko shumë shqiptar këtë në Alaskë. Në Alaskë, thash ku ka shqiptar? Tha po që këj restorani, si që është taj restorani international atje, Philips. Tha te Philips e tha ka shumë shqiptar, bile pronarin a shqiptar. Unë miniherë, atë ditë më mërmenja, në atë ditë për drek, shkova te Philips edhe jam ullin atje edhe kam përësit një drek, edhe ven kamarieri unë edhe diktova që janë shqiptar edhe po i foli shqip. A ju gëzu, tha shqiptarja, tha shpove shqiptarem. Tha shabe, ku ka be shqiptar këtë pari? Baceniazi me ato dy nipat e vetë kishtë qenë një dy tavolina më mbrapa ati. Edhe më thot, që ku jam unë e thas, po më që mua. Edhe unë njoftu me Baceniazi. A i të njohë me Jamesin? Mandej, Baceniazi më njoftohi me Jamesin, ma vonë mandej, dullëm se aeroplanin dhe po shkonit në Kosovë. Exactly. Për televizionin kultura shqiptare, Adem Belliu, Alaskë.